Një vit kishte kaluar që kur milioneri kërkonte vajzën e tij të zhdukur, pa pushim, pa shpresë, pa dorëzim. Policia tashmë kishte hequr dorë. Qyteti e kishte harruar. Por ai kur? Çdo ditë zgjoi me të njëjtën dhimbje në kraharor, me të njëjtin boshllëk në zemër, me të njëjtën pyetje që e përndiqte: ku është Mariana? Atë pasdite, ndërsa po ngjiste një tjetër poster në një shtyllë në rrugët e zhurmshme të São Paulos, një zë fëmijë e ndali. Zotëri, prit pak ai u kthye, i lodhur, gati i irrituar, duke menduar se ishte vetëm një fëmijë tjetër që kërkonte para. Por nuk ishte kështu. Djali ishte i pist, me rroba të grisura, fytyrë të dobët, sytë e mëdhenj dhe të vëmendshëm. Një nga mira fëmijë të padukshëm që jetonin në rrugë. Nuk dua para, tha ai. Unë e njoh këtë vajzë. Ai tregoi me gisht posterin. Fytyra e vogël e Marianës me uniformën e kuqe dhe buzëqeshjen që ja coptonte zemrën çdo herë që e shite. Milioneri u mpir. Zemra i u ndal për një çast. Sa herë kishte dëgjuar këtë frazë? Sa herë ishte ushqyer me shpresa të rreme? Por diçka në tonin e atij fëmije ishte ndryshe. Nuk ishte fantazi. Nuk ishte dëshirë për shpërblim. Ku e nje? Pyeti ai me zë që i dridhej. Ajo jeton në shtëpinë ku unë jetoja më parë me nënën time. Bota i u rrotullua para syve. Nëse kjo ishte e vërtet, do të thoshte se vajza e tij ishte gjallë. Dhe se dikush e kishte mbajtur të fshehur për një vit të tërë. Emri i tij ishte Paulo Montes, një nga ndërtuesit më të pasur të qytetit. Kishte pasur gjithçka: apartamente luksoze, makina të shtrenjta, orë zvicerane, udhëtime, respekt. Por gjithçka u shua ditën kur vajza e tij 7 vjeçare u zhduk rrugës për në shkollë. Ajo kishte zgjedhur vet uniformën e kuqe. E kishte përqafuar fort dhe i kishte thënë: "Të dua, babi." Ishin fjalët e fundit që ai dëgjoi nga goja e saj. 2 orë më vonë, drejtoria e shkollës telefonoi. Mariana nuk kishte mbërritur kurrë. Gruaja e tij nuk e përballoi dhimbjen. Brenda pak muajsh, zemra e saj u dorëzua. Mjekët folën për sëmundje, por Paulo e dinte të vërtetën: ajo vdiq nga malli, nga dhimbja, nga mungesa e vajzës. Që atëherë, ai nuk jetonte më. Vetëm ekzistonte. Shiste biznesin, largoi punëtorët, u largua nga miqt. Gjithë jeta e tij u kthye në një mision të vetëm, ta gjente Marianën. Çdo mëngjes shtypte postera. Çdo ditë i ngjiste në mure, në shtylla, në stacione autobusi. Pyeste çdo kalimtar. Çdo natë flinte në dhomën e saj, duke përqafuar arushin e saj prej pellushi, duke qarë në heshtje. Të gjithë i thoshin të hiqte dorë. Ai i urrente këto fjalë. Si mund të heqësh dorë nga fëmia yt? Si mund të pranosh mungesën e gjakut tënd? Dhe tani, një fëmijë i rrugës i thoshte se ajo ishte gjallë. Paulo u ul në gjunjë para djalit. Më trego gjithçka që di. Djali shpjegoi se kishte jetuar në një shtëpi të vjetër në periferi. Aty kishte një vajzë që i ngjante shumë asaj në poster. Kishte të njëjtët sy, të njëjtën buzëqeshje, por quhej me një emër tjetër. Një grua e mbante të mbyllur shumicën e kohës. I thoshte se ishte bija e saj. Ajo qante shumë natën, tha djali. Thoshte se donte babin. Paulo u thye. Lotët i rridhnin pa kontroll. Zemra i rrite aq fort sa mendoi se do të binte pa ndjenja. Atë moment, ai kuptoi se betejë nuk kishte mbaruar. Kishte filluar tani. Ai e mori djalin për dorë, e çoi në makinë dhe nisi drejt asaj shtëpie. Çdo metër dukej një jetë. Çdo semafor ishte një torturë. Kur mbërritën, një grua e hapte derën. Në korridor, një vajzë e vogël po vizatonte. Paulo nuk kishte nevojë për test ADN. Ai e njohu menjëherë. Ishte Mariana. Ajo ngriti kokën. Sytë e saj u hapën. Një kujtim i vjetër u ndez. Babi? Ai ra në gjunjë duke qarë. Ajo vrapoi drejt tij. U përqafuan fort, sikur kishin frikë se do të zhdukeshin sërish. E vërteta doli në dritë, gruaja e kishte rrëmbyer nga xhelozia, nga çmenduria, nga dëshira për të pasur një fëmijë. E kishte mbajtur të izoluar, duke i ndërruar emrin, jetën, historinë. Por dashuria e vërtet nuk fshihet. Ajo i gjen rrugët e saj, edhe përmes dhimbjes, edhe përmes errësirës, edhe përmes një fëmije të harruar në rrugë. Dhe kështu, pas një viti ferri, një baba e gjeti vajzën.
Jo fal policisë. Jo fal parave. Por fal shpresës që nuk vdes kurrë. Paulo ju afrua djalit dhe ul në trotuar, në mënyrë që të ishte në të njëjtën lartësi me të. Sytë e tij ishin të thellë, të lodhur nga netët pa gjumë dhe vitet e dhimbjes, por brenda tyre ndizej një dritë e çuditshme, një siguri që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Si e di që është ajo? Pyeti me zë të ulët, sepse e shija çdo ditë, u përgjigj djali. Nëna ime e mbyllte në një dhomë. Natën e dëgjoja duke qarë. Thëriste, babi, babi. Thoshte se donte të shkonte në shtëpi. Bota u ndal. Zhurma e makinave, thirrjet e shitësve ambulant, lëvizja e çmendur e Paulistas, gjithçka u zhduk. Paulo dëgjonte vetëm rrahjet e zemrës së vet, të forta, të çrregullta, sikur donin t'i dilnin nga kraharori. Je i sigurt? Pyeti ai, duke u përpjekur të kontrollonte dridhjen në zë. Absolutisht, tha djali dhe tregoi me gisht posterin. Është ajo, e njëjta vajzë. Ajo ka edhe një shenjë këtu. Ai preku shpatullën e djathtë. Paulo u drodh. Mariana kishte një shenjë lindjeje të vogël në shpatullën e djathtë, në formë gjysmëhëne. Shumë pak njerëz e dinin këtë. Nuk dukej në foto. Si e di për atë shenjë? Pëshpëriti ai. E pash kur nëna ime i veshi një bluzë pa mëngë. Për herë të parë pas një viti, Paulo ndjeu diçka tjetër përveç dëshpërimit. Ndjeu shpresë. Dhe shpresa dhe më pothuajse po aq sa malli, sepse të bën të besosh sërish, të bëhesh i pambrojtur sërish. Si quhesh? Renato. Renato, a mund të më çosh në atë shtëpi? Djali hezitoi, kafshoi buzën, uli sy. Mundem, por nëna ime është e rrezikshme. Unë u largova prej andej për një arsye. Pse ike? Renato heshti për pak çaste. Kur foli, zëri i tij ishte i vogël, i turpëruar. Sepse shija gjëra që nuk duhej t'i shija. Nëna ime bën gjëra të gabuara. Ajo fsheh fëmijë. Nuk i lë të dalin. U përpoqa t'i flisja, por më tha se isha i çmendur, se do të më rrite nëse tregoja dikuj. Atëherë ika. Preferova të jetoja në rrugë sesa të qëndroja atje. Në trupin e Paulos u përzien zemërimi, frika dhe urgjenca. Më çoje atje tani, tha ai. Ajo do të gënjej, do të thotë se nuk ka askën. Unë di si të përballem me gënjeshtrat. Më çoje. Renato pranoi. Ata ecën deri në metro, morën linjën e kuqe deri në bara funda, pastaj një autobus të mbushur plot. Sa më largoheshin nga qendra, aq më shumë ndryshonte qyteti. Rrugët bëheshin të ngushta, të pista, të rrezikshme. Fëmijë zbathur luanin në asfalt. Burra i shikonin me dyshim. Paulo nuk i përkiste atij vendi dhe të gjithë e ndjenin këtë. Është këtu, tha Renato, duke ndalur para një shtëpie të vogël, me bojë të zhveshur dhe dritare blu, një blu e zbehur, sikur dikur kishte qenë e bukur, por koha dhe braktisja ja kishin marrë ngjyrën. Paulo mori frymë thellë dhe trokiti. Hapi një grua rreth të dyzetave, me flokët të lidhura fort, fytyrë të lodhur. Kur pa Renaton, syt ju zgjeruan. Çfarë po bën këtu? I fërshëlleu. Përshëndetje, mami. Të thash të zhdukesh. Nuk dua të shoh më këtu. Ajo vështroi Paulon, kush jeni ju? Quhem Paulo Montes. Po kërkoj vajzën time. U zhduk para një viti, djali juaj thot se ajo është këtu. Ai i tregoi posterin. Fytyra e gruas, Rosana quhej, u zbe. Djali im është gënjeshtar. Gjithmonë ka shpikur histori. Atëherë më lejoni të hyj dhe të shoh vetë. Nuk do të hysh askund. Ik para se të thëras policin. Paulo bëri një hap përpara. Nuk dua të lashe. Dua vetëm vajzën time. Nëse nuk është këtu, më lini të shoh dhe do të largohem për gjithmonë. Thash jo. Renato pëshpëriti, ajo po fsheh diçka, xhaxha. Unë e di. Rosana e tregoi me gisht. Ti nuk di asgjë. Do të ishte më mirë të ishe zhdukur fare. Në sytë e saj Paulo nuk pa urrejtje, pa frikë. Frikë të pastër, të dëshpëruar. Ajo po gënjente. Do të kthehem me policin, tha ai me zë të fortë. Bëj ç'të duash. Nuk ka asgjë këtu. Ajo ja përplasi derën në fytyrë.
Paulo mbeti në trotuar i palvizur. Renato e kapi për mëngë. Ajo nuk do t'ju lejoj të hyni. Por unë di një mënyrë. Çfarë mënyre? E di ku e mban çelsin e dritares së pasme. Mund të hym natën, kur ajo të flej. Renato, kjo është e rrezikshme. Më e rrezikshme është ta lëm atë vajzë atje brenda. Sytë e djalit u mbushën me lodh. Unë e dëgjova duke qarë çdo natë. Dhe askush nuk e ndihmoi. Tani nuk dua të jem më i heshtur. Ajo qante çdo ditë, Xhaxha. Çdo ditë. Nuk e përballoj më. Paulo e shikoi djalin. Vetëm 10 vjeç, fëmijë rruge, biri një gruaje të përfshirë në krime, dhe megjithatë kishte më shumë guxim se shumica e të rriturve që Paulo kishte njohur ndonjëherë. Mirë, tha ai. Por nuk do të shkosh vetëm. Do të vi me ty, ata pritën deri në mesnatë. Rruga ishte bosh, e heshtur. Dëgjoi vetëm leja e largët e një qeni dhe zhurma e një televizori që vinte nga një shtëpi diku afër. Paulo dhe Renato ju afruan shtëpisë me dritare blu. Djali e njihte çdo centimetër të atij vendi. U rrëshitën përgjatë murit anësor, gjetën dritaren e pasme. Renato nxori një çelës të fshehur poshtë një vazoje me lule. Ajo gjithmonë e linte këtu, përshpëriti ai. Që unë të hyja kur kthehesha vonë. Ata hynë brenda. Era e mykut dhe e ushqimit të vjetër i goditi me njëherë. Renato e udhëhoqi Paulon në për korridorin e errët. U ndalën para një dere të mbyllur. Është këtu. Ajo gjithmonë e mbante këtë derë të mbyllur. Kur nuk më linte ta hapja. Paulo vuri veshin pas derës. Heshtje. Provoi dorezën. E mbyllur. Ai e shikoi Renaton, i cili po kërkonte diçka në errësirë. U kthye me një lev hekuri që kishte gjetur në obor. Do të bëj zhurmë, tha Paulo. Nuk ka rrugë tjetër. Paulo e shtyu derën 1 herë, 2 herë, 3 herë. Druri u qa me një krismë të thatë. Ai e hapi dhe hyri. Dhoma ishte e vogël, pa dritare, e mbytur nga ajri i rëndë. Në dysheme kishte vetëm një dyshek, një batanie të hollë dhe një kovë në qoshe. Dhe mbi dyshek, e mbledhur si një zog i trembur, ishte një vajzë. Paulo ndjeu sikur bota po shembej dhe po rindërtohej në të njëjtën kohë. Mariana. Vajza ngriti fytyrën. Ishte e zbeth, me rrath të zinj poshtë syve, por ishte ajo. Ishte bia e tij. Babi Paulo e përshkoi dhomën me 2 hapa, u ul në gjunjë dhe e përqafoi fort. E shtrëngoi me gjithë fuqinë e një viti dhimbje të mbledhur në gjoks. Mariana shpërtheu në lot dhe ai gjithashtu. Renato qëndronte në derë i ngrirë me sytë e mbushur me lot, pa ditur çfarë të bënte përballë asaj skene. Je këtu, je gjallë o Zot, je gjallë, përsëriste Paulo pa pushim, duke i puthur ballin, duke i mbajtur fytyrën mes duarve. Doja të shkoja në shtëpi, babi. Të thërrisja çdo ditë. E di, zemra ime. E di. Unë të dëgjoja. Gjithmonë të dëgjoja, kur nuk hoqa dorë së të kërkuari. Në atë çast, drita e korridorit u ndez. Rosana u shfaq në derë me telefon në dorë. Lëshoje menjëherë, bërtiti ajo. Paulo u ngrit dhe e vendosi Marianën pas shpinës së tij. Ti e rëmbeve vajzën time. Unë nuk rëmbeva askën. Unë vetëm zbatova urdhra. Urdhra të kujt? Të njerëzve që ti nuk do të doje t'i njihje. Njerëz të rrezikshëm. Ata më detyruan ta mbaja këtu. Më thanë se nëse flisja do t'i bënin diçka djalit tim. Do të më vrisnin. Rosana po dridhej nga kokat e këmbët. Nuk kisha zgjidhje. Gjithmonë ka zgjidhje, tha Paulo me zë të ashpër. Jo kur kërcënojnë fëmijën tënd. Bërtiti ajo. Por unë ika, mami, tha Renato nga dera me zë të vogël. Ika sepse nuk e duroja më të shija çfarë po bëje. Rosana e shikoi të birin. Për një çast gjithë frika e saj u shndërrua në pendes. Renato, unë të dua, tha ai duke qarë. Por ti je gabim. Para se Rosana të mund të përgjigjej, dera e përparme u hap me dhunë. Një burr i gjatë, me supe të gjera dhe tatuazhe në qafë, hyri brenda. Rosana, çfarë po ndodh këtu? Paulo e njohu menjëherë llojin. Kriminali vjetër, nga ata që nuk mendojnë 2 herë para se të përdorin dhunën. Burri pa Paulon, pa Marianën dhe buzëqeshi ftohtë.
Nuk duhej të ishe këtu, mik. Babi. Bërtiti Mariana. Renato, i shpejt si një mace, kapi një vazo nga rafti dhe e hodhi drejt burrit. Vazoja e goditi në kokë dhe ai u lëkun. Paulo e shfrytëzoi çastin, u hodh mbi të dhe e goditi me gjithë forcën e dëshpërimit. Të dy ranë në dysheme duke u përleshur. Renato kapi telefonin e Rosanës dhe thiri policin. Pak minuta më vonë, shtëpia ishte e rrethuar nga makina policie. Burri, i quajtur Antonio, shefi i një bande, u arrestua duke bërtitur dhe sharë. Rosana u prangos gjithashtu, pa rezistencë, si dikush që e kishte pritur prej kohësh atë fund. Mariana u dërgua në spital, e friksuar, e lodhur, por gjallë. Paulo e mbajti dorën e saj gjatë gjithë rrugës. Dhe për herë të parë pas një viti errësire, ai ndjeu se drita po kthehej në jetën e tij. Mjekët thanë se ajo do të shërohej. Trupi, të paktën. Mendja do të kishte nevojë për më shumë kohë. Plagët fizike do të mbylleshin, por kujtimet, frika, netët e errëta të kaluara në një dhomë pa dritë, do të mbeteshin për një kohë të gjatë brenda saj. Paulo nuk ja lëshoi dorën as për një sekondë. Qëndroi ulur në karrigen pranë shtratit të spitalit, duke mbajtur dorën e vogël të vajzës së tij, sikur të kishte frikë se nëse e lëshonte, ajo do të zhdukej përsëri. Mariana flinte më në fund në paqe. Frymëmarrja e saj ishte e qetë, e rregull. Për herë të parë pas një viti ankthi, Paulo pa në fytyrën e saj një shprehje pa dhimbje. Ai qante në heshtje, lot që rridhnin pa zë, lot lehtësimi, mirënjohjeje, dashurie të pastër. Ishte një baba që kishte gjetur përsëri arsyen për të jetuar. Renato qëndronte aty gjithashtu. Nuk kishte ku të shkonte. Me nënën në burg, shtëpia e tij ishte zhdukur. Fëmijëria e tij kishte përfunduar shumë kohë më parë. Tani, zyrtarisht, destinacioni i tij do të ishte një strehë për fëmijë. Por Paulo nuk arrinte ta nxirrte nga mendja guximin e atij djali. Një fëmijë që kishte humbur gjithçka, nënën, shtëpinë, sigurinë dhe megjithatë kishte zgjedhur të bënte gjën e duhur. Kishte rrezikuar veten për të shpëtuar një vajzë që as nuk e njihte mirë. Kishte qenë zëri që kishte thyer heshtjen. Kishte qenë dora që kishte hapur derën e errët. Renato po shikonte nga dritarja e spitalit, duke parë dritat e qytetit që lëviznin si yje të largët. Paulo iu afrua ngadalë. Renato, e thiri me zë të butë. Po, Xhaxha. Ti nuk do të shkosh në strehë. Djali u kthye i hutuar. Si kështu? Paulo mori frymë thellë. Zemra i rrite fort, por këtë herë jo nga frika, por nga një vendim që po merrte nga shpirti. Nëse ti dëshiron, do të qëndrosh me mua. Do të jetosh në shtëpinë time. Dhe jo vetëm kaq. Unë dua të adoptoj. Dua që ti të jesh biri im. Renato mbeti i ngrirë. Fjalët sikur nuk arrinin të hynin menjëherë në mendjen e tij. Pastaj syt ju mbushën me lodh. Buzët ju dridhen. Ai u përpoq të fliste, por zëri ju mbyt nga të qarat. U hodh në krahët e Paulos dhe qau si një fëmijë i vogël, si dikush që më në fund ndjej i sigurt, i pranuar, i dashur. Paulo e përqafoi fort. Ai përqafonte djalin që i kishte kthyer vajzën. Djalin që i kishte kthyer jetën. Në atë përqafim kishte dhimbje, shpresë, fillim të ri. Muajt që pasuan ishin të vështirë. Procesi i adoptimit ishte i gjatë, i mbushur me dokumente, intervista, vizita sociale, pyetje të pafundme. Por Paulo nuk u dorëzua. Ai kishte mësuar në mënyrën më të dhimbshme se familja nuk ishte vetëm gjah. Ishte zgjedhje. Ishte dashuri. Ishte prani. Ishte të qëndroje kur të tjerët iknin. Ishte të mbaje dorën e dikujt kur bota e tij po shembej. Mariana filloi terapinë me psikolog. Në fillim fliste pak. Kishte frikë nga errësira, nga dyert e mbyllura, nga heshtja. Por me kalimin e kohës, me durim, me përqafime, me sigurinë se tani ishte e mbrojtur, plagët e saj filluan të shëroheshin. Ajo qeshi përsëri. Luajti përsëri. Vizatoi diell, shtëpi, familje. Dhe pranë saj ishte gjithmonë Renato, jo vetëm si vëlla, por si një mburoj, si një shok, si dikush që e kuptonte dhimbjen pa pasur nevojë për fjalë. Renato ndryshoi gjithashtu. Nga një fëmijë i rrugës, i trembur dhe i vetmuar, u bë një nxënës i përkushtuar. Zbuloi se kishte talent, ëndra, të ardhme. U rrit me vlera, me dashuri, me një baba që i mësoi se dinjiteti nuk blihet, por ndërtohet.
Vite më vonë, ai u diplomua dhe zgjodhi një rrugë që nuk ishte rastësi, u bë punonjës social. Vendosi tua kushtonte jetën fëmijëve të rrugës, fëmijëve të harruar, atyre që ishin ashtu si ai dikur. Shkonte në lagje të varfra, në stre, në shkolla, dhe u thoshte, ju nuk jeni të padukshëm. Dikush do t'ju shoh. Dikush do t'ju dëgjoj. Rosana vuajti dënimin e saj. Kaloi vite në burg, duke u përballur çdo ditë me peshën e zgjedhjeve të saj. Kur doli, Paulo e priti jo me urrejtje, por me një heshtje të rëndë dhe një falje të vështirë. Ai nuk harroi, por e fali, sepse kishte mësuar se urrejtja nuk shëron. Ajo u largua në një qytet tjetër, duke u përpjekur të rindërtonte jetën, duke mbajtur mbi shpinë fajin, por edhe dëshirën për të mos gabuar më kurrë. Antonio, kreu i bandës, u dënua me shumë vite burg. Rrjeti kriminal u shkatërrua. Fal dëshmisë së Renatos dhe ndërhyrjes së policisë, shumë fëmijë të tjerë u shpëtuan nga shtëpitë e errëta, nga dhoma të mbyllura, nga një jetë e vjedhur. Secili prej tyre ishte një jetë e rikthyer, një histori që nuk u shua. Vitet kaluan. Paulo u plak, por u plak i rrethuar nga dashuria. Në shtëpinë e tij kishte zëra, të qeshura, biseda, përqafime. Mariana u arrit dhe zgjodhi të bëhej psikologe për fëmijë. Ajo donte të ndihmonte ata që kishin kaluar në përerësirë, ashtu si ajo dikur. Donte të ishte drita që i udhëhiqte. Renato u bë ligjërues. Shkonte në shkolla, në kisha, në organizata humanitare dhe tregonte historinë e tij. Tregonte se si frika mund të mposhtet. Se si një fëmijë i vetëm mund të ndryshojë fatin e shumë të tjerëve. Se si një akt guximi mund të shemb një perandori krimi. Dhimbja nuk u zhduk kurrë plotësisht. Ajo mbeti si një kujtim i largët, si një hije që të kujton se çfarë ke kaluar. Por ajo u shndërrua në qëllim. Në mision. Në trashëgimi. U bë prova se edhe në errësirën më të thellë, një shkëndij guximi mund të ndezë dritën. Dhe gjithçka kishte filluar me një baba që nuk hoqi dorë kurrë dhe me një djalë rruge që guxoi të fliste.